nderuar kolegë, mirëdita. Para se fillojmë rendin e ditës, ju njoftoj se kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zoti Balla, ka paraqitur një kërkesë për mbajtjen e 1 minutë heshtje solemne në nderim të efektivit policisë shtetit, zotit Enea Mekolli, dëshmor i atë dheut. Zoti Balla, fjala për ju. Nderuar kolegë deputet, dashur qytetar shqiptar, gjatë një operacioni të vështirë dhe plot guxim për kapjen e një personi shumë të kërkuar, i cili prej vitesh i fshihej forcave të policisë shtetit në malet e Korçës dhe në mënyrë të përsëritur kishte mundur të shpëtonte rrethimeve të forcave të rendit, ka rënë në krye të detyrës efektivi i policisë shtetit Enea Mekolli, ndërsa një tjetër koleg i tij është plagosur. Autori pasi ka hapur zjarr ndaj forcave të policisë shtetit, ka mbetur i plagosur dhe është vënë në pranga nga policia e shtetit. Zonja e zotrinj deputet, dashur qytetar shqiptar, rëndësia e detyrës që mbart uniforma e policisë shtetit duhet ta bëjnë shoqërinë të reflektojë në marrëdhënien, sjelljen dhe respektin ndaj punonjësve të policisë. Policia i ka shërbyer dhe i shërben vetëm me devotshmëri atë dheut dhe qytetarëve. Përplaset çdo ditë me kriminale keqbërës, policia e shtetit ka derdhur gjak në emër të misionit dhe të betimit të saj. Gjaku i policisë shtetit është gjaku i vetë shtetit. Kush ngre dorë kundër punonjësve të policisë, ka ngritur dorë kundër shtetit. Por ulemi sot me respekt dhe mirënjohje para sakrificës së dëshmorit të atë dheut Enea Mekolli. Ngushëllimet më të sinqerta familjes së tij dhe po ashtu urojmë përshërim sa më të shpejt për efektivin e plagosur. Drejtësia duhet veprojë me forcën e vet maksimale dhe dënimin maksimal ndaj autorit, ndërsa mirënjohja dhe respekti ynë shkon për policinë e shtetit, e cila çdo ditë, sikurse dhe gjatë natës së mbrëmshme, përballet me rrezikun në shërbim të qytetarëve dhe të ligjit. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, besoj se dhe me mbështetjen e të gjitha grupeve parlamentare, ne kërkojmë mbajtjen e 1 minutë heshtje në nderim të kujtimit të efektivit policisë shtetit Enea Mekolli, i rënë krye detyrës dhe i sapo shpallur dëshmori atë dheut. Faleminderit. Në bazë të nenit 7.5 rregullores, kryetarët e grupeve parlamentare, jeni dakord për mbajtjen e 1 minutë heshtje? Të nderuar kolegë, policia e shtetit përballet çdo ditë me rrezikun në luftën kundër krimit dhe në shërbim të qytetarëve. Rënja e një efektivi në krye të detyrës është humbje për familjen, për policinë e shtetit dhe për vetë shtetin shqiptar. Në këto momente, shprehim respektin dhe mirënjohjen më të lartë për sakrificën e tij, si dhe solidaritetin ton për efektivin e plagosur, duke i uruar shërim të shpejtë në emër të Kuvendit të Shqipërisë, ju njoftoj të mbajmë 1 minutë heshtje. I paharruar qoftë kujtimi i tij. Vijojmë me seancën plenare. Në bazë të nenit 30 të rregullores, ju bëj të njohur rendin e ditës për seancën e sotme plenare. Pika e parë, miratimi i procesverbalit seancës plenare të datës 1/6/26. Pika e dytë, njoftime. Pika e tretë, interpelancë urgjente me Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë zotin Edi Rama, kërkuar nga një grup deputetësh të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Pika e katërt, interpelancë urgjente me Ministrin e Punëve të Brendshme zotin Besfor Flamallari, kërkuar nga një grup deputetësh të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Pika e 5, interpelancë me Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë zotin Edi Rama,
kërkuar nga deputetët Agron Shehaj dhe Eral Kapri. Pika 6, interpelancë me Ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë, zotin Enea Karakaçi, kërkuar nga deputeti Kliti Hoti. Pika 7, interpelancë me Ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë, zotin Enea Karakaçi, kërkuar nga deputeti Gjin Gjoni. Pika 8, interpelancë me Ministrin për Europën dhe Punët e Jashtme, zotin Ferit Hoxha, kërkuar nga deputeti Eral Kapri. Pika 9, projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes nëpërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Polonisë për sigurimet shoqërore. Pika 10, projekt ligji për nën-produktet me origjinë shtazore. Pika 11, diskutime për çështje jashtë rendit të ditës. Filloj me çështjet sipas rendit të ditës. Po me radhë, atëherë zoti Shehaj, keni kërkuar fjalën në procedurë? Vetëm ju lutem përmbajuni procedurës. Faleminderit. Në radhë të parë më lejoni të them që javën të hënën, seancën e kaluar, keni shkelur rënd rregulloren sepse më keni mohuar të drejtën e fjalës. Më mohuar të drejtën e fjalës për një arsye shumë të thjeshtë. Sepse do flisja në këtë parlament ku të gjithë heshtni dhe bëni sikur nuk shikoni, po jo vetëm kaq, po dhe i sulmoni ata të rinj dhe të reja që kanë dalë të protestojnë kundër jush, kundër këtij parlamenti, kundër vjedhjeve, kundër abuzimeve. Dhe jo vetëm që nuk i dëgjoni, jo vetëm nuk i respektoni, jo vetëm nuk i mbështesni, por dhe i sulmoni. Nazist, serb, grek, rus i quani. Dije ju quat edhe policin që t'i ndalonit. Ky është një turp i vërtet. Nuk e blokoni dot parlamentin për interesin tuaj. Duhet t'jepni llogari. Duhet t'i jepni llogari ndaj qytetarëve. Për abuzimet, për vjedhjet. Nuk vazhdojt kështu. Tani, ka një nen kjo rregullore, zonja nënkryetare, nëse dini të lexoni. Seance përjavshme pyetje përgjigje me kryeministrin. Kemi bërë një kërkesë. E di që keni rënë dakord me njëri tjetrin që rregulloren ta shkelni si t'ju do qefi. Si për shumë gjëra të tjera. Si keni bërë për pronat, për çdo lloj abuzimi në këto 35 vjet. Po ka një rregullore drejt që ta marri. Kryeministri duhet të vi këtu t'japi llogari. I kemi ngritur 2 pyetje, ju jemi drejtuar me një shkresë sipas rregullores. Dhe keni ignoruar totalisht. Pse nuk është caktuar të mërkurën kjo seancë? Është e parashikuar në rregullore. Nëse kërkesa vjen brenda të hënës, duhet caktohet seanca. Kryeministri duhet të vi këtu e t'japi përgjigje. Dhe jo të mbledhi grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe të sulmoj protestuesit. Është një skandal i vërtet ajo që po bëni. Sepse doni të fshini vjedhjet tuaja, abuzimet tuaja. Doni të dhunoni qytetarët. Tani keni filluar me polici private. Është një turp. Ndalni këtë sjellje. Parlamenti nuk është juaj. Është i qytetarëve. Vendoseni në shërbim të qytetarëve dhe jo të vjedhjeve. U ka ardhur fundi. Ka vajtu kur zman më. Mjaft u pasuruat. Mjaft. Me rezorte, me prona, me vila, me hotele. Mjaft. Jepini fund. Zonja Zhuba, keni kërkuar fjalën në procedurë? Zonja nënkryetare, kam kërkuar një interpelancë urgjente me Ministrin e Mjedisit pikërisht për çështjet e zonave të mbrojtura dhe të Zvërnecit. Ky vend ka dhe Ministër Mjedisi, nuk ka vetëm Ministër Ndërtimi dhe Infrastrukture, dhe të vijë dhe të japi llogari shqiptarëve çfarë projekti është, ta mbrohen zonat e mbrojtura. Ku e keni Ministrin e Mjedisit? Pse nuk është futur në rendin e ditës interpelanca urgjente? U mësuat ju, kolegë,
që nuk pyesnit, betonizonit çfarë të donit, bët gjirin e manastirit atje kompleks, nuk pyetët që ishte në zonë të mbrojtur. Dhatë Butrintin me koncesion, nuk pyetët fare. Bët aeroportin e Vlorës në një zonë të mbrojtur, nuk pyetët. Sot doni të hyni nartës me kokë dhe nuk pyesni. Po harruat që shqiptarët nuk e duan ta tregojnë Shqipërinë si një prall me flamingo, të cilat kanë ekzistuar dhe t'ja u tregojnë fëmijës vetëm plastik edhe në përkopshe zoologjik, por luftojnë për Shqipërinë. Luftojnë për Shqipërinë dhe sot janë quar për një betejë në fakt që unë personalisht e kam nisur shë me Butrintin. Partia Demokratike ka quar në gjykatë kushtetuese ligjin e zonave të mbrojtura 21/2024 dhe ju zotëri, për turpin tuaj e keni miratuar. Sot ja kërkon Bashkimi Evropian juve ta hiqni. Ju kam sjell ligjin, nuk e keni fut as në program. Pse nuk e keni fut në program? Ja kam sjell që në 14 maj është një nga kërkesat e protestuesve. Protestues të ndershëm, shqiptar, jo grek, jo serb, jo rus, jo agent. Janë shqiptar ata që ju dhimbset Shqipëria. Se turizmi qëndrueshëm, nderuar koleg, shikoni standardet e Bashkimit Evropian, është me mjedis të qëndrueshëm.